Alban Muçemen në studio, mjeshtri jogës. Okej, ja të sigurohemi që e bëjmë. Mos ti hiq fare. Po jo, mos ti hiq këpucët, se ne nuk i themi miqve ti hiqin këpucët. Atëherë, ju qëndroni drejt. Ky pozicioni nuk është i rastishëm, sepse e detyron shtyllën kurrizore të qëndrojë drejt. Në këtë stolin ton është çiki vështirë. Rrim. Po nuk ka problem, s'ka problem. Unë jam komode kështu për shembull. Atëherë, qëndroni me shtyllën kurrizore drejt. Okej. Mbyllni syt. Mbyllni syt. Dhe thjesht filloni të relaksoni pjesët e trupit që unë emëroj. Relaksoni muskujt e qafës, relaksoni supet, relaksoni krahët, relaksoni kofshët, pjesën pelvike, relaksoni barkun, grykën, nofullat, qepallat e syve, buzët, gishtat e duarve. Dhe i bëni një skanim trupit dhe siguroni që çdo muskull në trupin tuaj është i relaksuar dhe nuk i imponohet diçka. Së pari filloni të bëheni vrojtues të frymarrjes tuaj. Imagjinoni sikur jeni një gjë e vogël, aty jashtë e hunda dhe me çdo frymarrje ju zhyteni brenda në thellësi të hundës, brisni bashkë me frymën të krahori, përhapeni në përvena,